حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دائما لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Këto 7 sende të ndëruar vëllezër që po du me I përmend në mesin tuaj, dietarët islam e kanë qit një temë, titulli I këtyne 7 sendeve, 7 punëve e kanë qit në temë. Kanë thënë wajibuna tujah awamirillah. Ma wajibuna tujah awamirillah. Çfarë obligime? Pas ka obligime. Çfarë obligime ne muslimanët, çfarë detyra, çfarë obligime muslimanët kanë ndaj Allahut subhanahu wa taala? Kjo tema jon. Cilat janë obligime? Cilat janë detyrat e tuja ndaj Allahut, krijuesit gjithësisë? 7 detyra që duhet her pas here muslimani dhe muslimania vetës mja përkujtu, këto 7 detyra të rëndësishme. Në vazhdimsi duhet me kujtu. E para ka thënë, dietarët kanë thënë, el ilmu, dituria. Dituria. El ilmu qabla al qawli wal amal. Dietarët islam kanë thënë, dituria para veprës. El ilmu qabla al qawli, dituria para thënjes edhe para veprës. Çka do të thonë kjo dituria para thënjes, para veprës? Para se me fillu me fal namazin ton, duhet me ditë se si me fal namazin, me mësu. Para se me shku me marr abdes, nuk është abdesi prej në fundit në fillim. Abdesi ka rregulla çysh duhet me fillu. Dituria. Kjo është e para. Allah thot në Kur'an, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se nuk meriton me të drejtë të adhurohet vetëm se Allahu. Allahu nuk e urdhnon robën e vet nëse ai nuk ka dije. Edhe ajeti I parë, siç e dini, ka zbrit në Kur'an, Iqra, lexoni. Mos zgjerohem shumë. Mos ta shtjelloj shumë këtë pikën e parë. Dionia. Dituria na çfarë Allah po të urdhnon. E kjo obligim, o vëllai I nderuar. Edhe unë edhe ti edhe kret na. E kemi obligim me ditë kushtet e Islamit. Mirë, me mësue. I kemi për obligim me ditë kushtet e imanit, cilat janë ato? Me ditë shqiptimin e shahadetit. Kemi për obligim me ditë se si duhet me respektu babën dhe nonën. Kemi për obligim me ditë çka janë të lejuarat në Islam, çka janë të ndaluarat në Islam, halali, harami. Kemi për obligim me ditë çështjen më kryesore që është që çështja e besimit, tauhidit, me njësu Allahun. E kemi për obligim me ditë çka është shirku, që mos më ran shirk. E kemi për obligim me ditë çka është kamata, që truhemi prej kamatës. Me mësua çish kryet haxhi, çish kryet umreja, çish lahet një xhenaze. Çështjet elementare të fesë e kemi obligim
çdo musliman e ka obligim me mësu. Se nëse nuk i mësojmë, atëre jemi mëkatar, gjunaqar. Konsiderosh mëkatar. Nëse i mëson, je prej atyre që Allah po ta don hajrin. Thot pejgamberi alayhi wasallam, men yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din. Allahu kuna e don hajrin e udhzon. Ai që s'don mu interesu për din edhe për fe, a ka udhëzim taj? Shetit në për rrugë. S'ka kur gjë. I ka ai qëllimet e veta. I ka sendet e veta, e smiret me ty. A smiret me xhamia, smiret me hoxha, smiret me tespi, me Koran, me agjerim, me teravi, me umrës, smiret me këto senaj. Allahu se ka udhëzu. Allahu ju udhëzoft, ja Rabbel Alamin, neve dhe ata. E me neve udhëzoft edhe ata, ja Rabbel Alamin. Ka thonë pejgamberi alayhi wasallam, këtë pikën e parë, këtë rregullën e parë, këtë detyrën e parë, talibul ilmi faridhatun ala kulli muslim, obligim i çdo besimtari, dhe besimtari është me mësu gjërat elementare. Talibul ilmi faridha, kërkimi dituris, kemi për qëllim këtu dituria islame, gjërat elementare të fejes, bazë cilat ju duhet me mësue. Jon pas 10 viteve nëse të pyesi diçka, vallahu se di, po ti 10 vjet ki prezentu te hoxha, 10 vjet ki mësu te hoxha, kur gjë s'ki mësu? Duhet pak me marrë këtë punë me seriozitet, me mësu dinin Allahut. Se sa lexon për Zotin, qash ma shumë me një Allahun. Sa largohesh prej leximit, dituris, je qash ma larg me kuptu se kush është Allahu, kush është pejgamberi dhe kështu me radhë. Kjo është e para, ndoshta pak u zgjata. Do të shkojmë më shkurt inshallah taala. E dyta të ndëruar vëllezër, prej rregullave, prej detyrave që ka robi, apo që kemi na ndaj Allahut subhanahu wa taala është an tuhibba ma amara Allah. Ba'da al-ilm, an tuhibba ma amara Allah. An tuhibba ma amara Allah, detyra e dytë është që dietarët e kanë përmbledh. Mesin e këtyre pikave është mas dituris, masi që mëson kush është Allahu, pejgamberi, feja, Islami dhe kështu të me radhë, e din veten që je besimtar, e din veten që ka xhehenem, xhennet, e din veten që ki me vdek, ki mu ringjallë dhe kështu të me radhë. E dyta është që ato çka e praktikon, çka e bën, çat adhurim që të ka urdhëruar Allahu azza wa jall me dasht, me bo me vullnet, me shku në xhami me vullnet, me pagu antarësin me vullnet, me krye haxhin me vullnet, me respektu babën edhe nonën me vullnet, çdo urdhër me vullnet, me qef, me zemër, mu që me fal namazin e sabot, me qef, me zemër, urdhin e Allahut azza wa jall me dasht. Nëse ti e don urdhin e Allahut, di që Allahu ty po don. Nëse ti urren urdhin e Allahut, di që Allahu ty po të urren. An tuhibba ma amara Allah. Dëgjoni hadithin e pejgamberit alayhi wasallam. Plotësimi i imanit. Çka është plotësimi i imanit? A kemi qef na me pas imanin e plot? Inshallah, na e dim që definicioni i imanit është, imanit që kemi në zemrat tona, ajo paksohet ndonjëherë edhe shtohet ndonjëherë imani. El imanu yezidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Imani shtohet me punë dhe vepra të mira dhe paksohet me shka? Me mëkate gjuna. Çatëre kur fillojmë me mëkatu Allahun, me bë gjuna, sende me lën rrugën e Zotit, imani do psohet. Çatëre kur njeriu pin alkoolin, bon zina, bon vepra të këqija, do psohet imani. Atëre kur robi Allah azza wa jall pendohet, udhzohet, përpjeket, domethënë i merr shkaqet, sebepet, përpiqet me ecë në rrugën e Allahut azza wa jall, me bë punë dhe vepra të mira, i shtohet imani. I shtohet. Ka thënë pejgamberi alayhi wasallam, kemi qef me pas imanin e plot inshallah taala. Dëgjoni pra çfarë ka thënë pejgamberi alayhi wasallam. Man ahabba Allah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Dëgjoni mirë këtë hadith të Resulullahut. Kush don për Allah? Man ahabba lillah. Dikush don për Allah, e don një sen për Allah, e don për Allahun subhanahu wa taala. Edhe urren diçka për Allah. Don diçka për Allah, e urren diçka për Allah, jep diçka për Allah, edhe ndalon diçka për Allah, thot pejgamberi alayhi wasallam, kush i ka këto cilësi, faqad istakmala al-iman, vetëm se e ka plotsu imanin. O Allah, bona pyetje. O Allah, bona prej tyne. E tash, çka do më thonë me urrejt për Allah?
Men ahabba lillah, kush don diçka për Allah, është e qartë kjo. Unë e falna për Allah, japi zakatin për Allah, këtë për Allah I bëj, inshallah taala. Po çka do më thonë kush urren për Allah, me urret diçka për Allah, po me urret keqen, çka po bëhet në fytyrë tokës. Me urret zinan, me urret alkoolin, me urret mos respektimin e prindërve, me urret lidhjen, shkputjen farefisnore, me urret këqijat në përgjithësi, që kjo është. Zemra jote mos më kon rahat. Dhe ti po jeton mesin e të këqijave dhe I rahat. Kur jeton edhe po jetoj mesin e të këqijave, zemra besimtare zot më qenë rahat. Mi urret këto sene, mos mi dash këto sene. Me dash Islamin, me dash dinin, me dash imanin, me dash Kur'anin. Me dhon për Allah. Jo për sy e faqe. Edhe me ndal dorën ka harami, mos me dhon për haram. E kush I ka këto cilësi, ka thënë pejgamberi vetëm se plotësohet imani tina. Allahu na udhëzoft ya Rabbel Alamin. Allahu na përmirësoft. E treta, të nderuar vëllezër, për detyrave dhe obligimeve tona ndaj Allahut subhanahu wa taala është e treta pas diturisë edhe pas dashurisë veprës, adhurimit, e treta është al-azmu ala imtithali awamirillahi azza wa jall. Vendoshmëria, al-azmu do thot mu kon I vendost, me pas vendoshmëri në kryerjen e urdhnit Allahut. Mos mu kon I lohatshëm, a ko ma agjeru, as ko ma agjeru. A me shku, a mos me shku në xhami. A me dhon antarësia, mos me dhon. A me dhon zeqat, a mos me dhon zeqat. Kur është urdhni I Zotit, mu kon I vendost, fillimisht pi zemrës tonde. Po dhe nëse s'mundesh me bo, ki shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Se ki dash me bo, s'ki mujt me bo një vepër të mirë, s'ki mujt me bo, ki dash me bo, po s'ki mujt me bo, e me shpërblimin një me vetë. E treta është el azmu, vendoshmëri. Apo thot Allahu me fal namazin, u krye. Apo thot Allahu azza wa jall, kjo çështë është haram, u krye. Apo thot Allahu azza wa jall, o ju të cilët keni besu, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi, o ju të cilët keni besu, hyni në din tërësisht. Përçafoni dinin Allahut azza wa jall, wala tattabi'u khutuwati shaytan, dhe mos I ndjekni hapat e shejtanit. Kjo është. Jo për shembull Ramazan. Kret Ramazanin, agjeron, kret Ramazanin, ndoshta 5 vakte I fal pas Ramazanit, s'ka mo namaz, s'ka mo agjerim, s'ka mo lexim Kuranit, ja ngran çish don vet ai, I prit çto rregulla, pastaj hoç thot në Ramazan, në Bajram, në Xumo. A kështu feja? Kështu është kjo vendoshmëria? Jo. Bëdoni man, futun din tërësisht, kështu na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkurtimisht, kjo është e treta. E katërta është që ato çka e din me praktiku. Që ato çka e din me praktiku. E çka është puna atyre që din edhe nuk praktikojnë? Keq valla. Ata që din, ata din që duhet më falë, ata din që duhet më bë këto, ata din që këto, kreti din. Nuk e bëjnë, masa me kaq për ta. Ku për ta nëse ditën e kiametit. Inshallah pendohen në udhëzohen ya Rabbel Alamin. E ata që din, ata që faktikisht do më thonë, që ato çka e din, duhet me praktikuar. En ya'mal al-'abdu bima amara Allahu azza wa jall. Duhet me praktikuar, me qenë vepër. Duhet pa tjetër të ndëruar vëllezër që ato çka e din, duhet me qit në vepër. Pse? Imani, të ndëruar vëllezër, imani është në futur në zemrat tona, po. Cilat janë kushtet e imanit? Shko është besimi, shko është imani. A kena mësuna amentu billahi, me besu Allahun. Çka është besimi? Vesh me thonë, eshhedu en la ilaha illallah, eshhedu en Muhammed Rasulullah, dhe që kaq? Ja. Besim do të thot, iman do të thot, të ndëruar vëllezër, el imanu, me besu Allahun me zemër. Me besu Allahun me çka? Me zemër. En nutqu bil lisan, me shqiptu me gjuhë. La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, me zemër. Se dikush e shqipton vetëm me gjuhë, me zemër s'beson. Ta qenë musliman. Me zemër me besu Allahun, imani është me besu Allahun me zemër, me shqiptu me gjuhë, pastaj me praktiku me shka? Me vepër.
E çka është vepra? Kushtet e Islamit, kushtet e imanit. Nëse i kryen çeto, kjo është vërtetimi i imanit ton. Por nëse besimtari, muslimani nuk i kryen këto, atëri imani i tij domethënë nuk vërtetohet, Allahu më na ruaj. S'ka vërtetim imanit tina. Sepse të ndëruar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete kuranore në Kur'an, kur e ka përmend veprën, kur e ka përmend imanin, e ka përmend veprën. A ka thonë, innal ladhina amanu wa amilus salihati. Innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ata të cilët besuan Allahun dhe bonën vepra të mira. E pi veprave të mira çka është? Ju e dini kret, cilat janë veprat e mira dhe cilat janë veprat e këqija. Ata që e besojnë Allahun edhe bëjnë vepra të mira, për ta ka me pas xhenete. Shpërblimi tyre ka me qenë xheneti i Allahut, nga unë Allahu te baraka wa taala. Edhe pesta të ndëruar vëllezër xhamatli është prej atyne 7 detyrave, kemi mbritë e pesta, an yakuna amaluka khalisan wa sawaban. Kretë që kjo puna jon, puna juj, këto ibadete, këto adhurime, feja jon, islami jon, kretë kjo jeta jon për të cilën na po jetojmë, edhe gjitha këto ibadete dhe adhurime të cilat na pibojmë, duhet me qenë vetëm për Allahun, duhet me qenë për ftyrën Allahut subhanahu wa taala. Se për ndryshe s'pranohen. Dietarët islam kanë thonë, të ndëruar vëllezër, nuk pranohet vepra, nuk pranohet puna jote, ibadetet e tuja derisa ti plotson 2 kushte. Kushti i parë është me adhuru Allahun sipas mësimeve tine që është ka dhënë Zoti. Me adhuru Allahun, Allahu që është ka mësue. Edhe me adhuru Zotin sipas sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Këto janë 2 kushte të pranimit veprës. Do më thonë, për me ta pranu ty Allahu abdesin edhe namazin, kusht është tahareti. Apo, tahareti është kusht, dikush shkon WC, Allah me na ruajt, edhe urinon në kom apo ulet, pastaj nuk merr taharet. Ato pikat e urinës ku shkojnë? A ka abdes ky njeri pastaj? A ka? S'ka. Ata e kanë thonë, pranimi i ibadetit është atëre kur plotësohen 2 kushte, me qenë sipas mësimeve të Zotit, me bëj çat punë për Allah, edhe me qenë sipas mësimeve të pejgamberit. A ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, sallu kama raitumuni usalli, falni namazin ashtu sikur unë që e fali namazin, khudhu anni manasikakum. A ka thënë pejgamberi sallam, kryeni haxhin ashtu sikur unë që e kryj. Kjo është e pesta. Edhe 6 të ndëruar vëllezër xhamatin është أن تخاف أن تحذر من المبطلات الأعمال. Murujt, mutut, me pas frikë, kretë këto ibadete, këto puna të cilat ti i bën për Allah azza wa jall, me pas një frikë edhe mutut që mos mu tu prish këto ibadete. E çysh mundën mu tu prish këto ibadete? Për punëve ma të rrezikshme që mundet ibadeti jot mu tu prish, është kur i bën shirk Allahut subhanahu wa taala, shirku. Edhe e dyta syefaqësia. Shirku është më i rrezikshëm. Syefaqësia është shirku i vogël. Shirku i madh nxjerr pi dinit, Allahu më na ruaj. Shirku i vogël nuk nxjerr pi dinit. Po syefaqësia me bë për syet njerëzve. Kjo ta prish veprën, s'pranohet. Tek Allahu xhalla shanu wa jalla jalalu. Dëgjoni çfarë thot Allahu subhanahu wa taala, ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. O ju të cilët keni besuar, thot Allahu azza wa jall, mos e prishni lëmoshën e juve, mos e prishni sadakan e juve bil manni wal adha. Çka do të thon bil manni wal adha? Ki dhon sadaka e tash dikuna pi thosh, unë të kam dhon ty sadaka, unë kam dhon sadaka. Mja kujtu dikuna. Wal adha, pastaj më nxjerr për hune. Edhe ki dhon, pja përkujton, pastaj pja nxjerr për hune. Çka bëhet? Nëse dikuna ju kujton, që i ki dhanë, unë të kam dhanë, unë kam bo, pasaj më janë zërë dhe për hune, të prishet sadakaja. Për që to mirujt vepra tona të ndëruar vëllezër. Të gjitha ibadetet, lutjet, leximi i Kuranit, namazi, zeqati, agjërimi, kryerja e haxhit, umrës, gjitha këto ibadete duhet mirujt që mos prishen, mos dëmtohen, që dalim nesër para madhnisë Allahut azza wa jall, edhe me faqe të bardhë e jo me faqe të nxim, edhe 7 pe kry të ndëruar vëllezër. E 7 të ndëruar vëllezër që kanë përfunduar dietarët është idhem të thelte ewamir Allah
وطاعة الله عز وجل لابد أن يكون امتثاله إلى الممات. ما ذروا الله deri në vdekje. Ma adhuru Allahun deri në vdekje. Jo më konë musliman sezonal, gjumaxhi, Ramazan, pi përsëriti këto terma për me kuptu ku jemi. Allahu na udhëzoft, në opohim din tamam që shduhet, në opohim dika tjetër. Na tham fillim, Allahu se ka kriju dinin e vet mu për lojë ose për diçka tjetër. Ky din është dini i Zotit, me pas kujdes, Allahu na udhëzoft. Me adhuru Allahun deri në vdekje. Lusim Allahun që Allahu mos na me shpirtat tona vetëm se me iman. Allahu subhanahu wa taala i ka thënë Muhamedit alayhi salatu wasalam, wa'bud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin. O Muhammed, boni ibadet Zotit deri në vdekje. Allahu pi thot Muhamedit alayhi salam, unë ty të kom bo pejgamber, mos u dorzotash. Ti ke më adhuru mund deri në vdekje. Apo falish namazin, e në rrugë Zotit. Vazhdo këtë rrugë deri në vdekje. Nëse nuk je, hin rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Nëse pi aty që falish një vakt, fillo me 5 vakte. Nëse pi aty që falish 5 vakte, shto dhe përshëndroju. Dhe lusim Allah azza wa jalla që Allah mos na me shpirtat tona, vetëm se me iman ya rabbel alamin. Prej duas pejgamberit alayhis salam ka qenë Allahumma inna nes'aluka ath-thabata fil amr. O Allah, po kërkojmë që të na përqendrosh në dinin ton. Ja muqallibul qulub, o ti i cili ki zemrat tona në dorë toja, forcoj zemrat tona në dinin ton. Kjo është ajo duaja që çdo herë na duhet me bëu këtë dua që Allah më na përqendru, më na përforcu, edhe mos me na marr shpirtat vetëm se me iman, sepse neve kur po shkojmë të pamë, çka po thumi? Inshallah Zoti ja ka marr shpirtin me iman. E me iman është me bot devam rrugën e Zotit, me ta mundsu Allahu azza wa jalla me vdek me iman. Inshallah me pyetjen e Rabbel alamin, baboni halal për zgjatjen e khutbes, aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Thoni astaghfirullah yaghfir lakum dhunubakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira thumma amma ba'd. Të nderuar vëllezër xhamatlin, të nderuar besimtar, me një hadith për përfundoj khutbën e dytë. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ajaban li amri al-mu'min. Ka thënë është e çuditshme puna besimtarit, muslimanit, është e çuditshme. Pejgamberi po çuditet. Po thotë është e çuditshme ndonjëherë puna e besimtarit, muslimanit. Ka thënë bon punë të mira. Një ditë e len rrugën e Zotit. Për një bryl jetë për mu fut në xhenet, hin xhenem. Sa pi vllaznive ton, sa për familjarëve ton, sa pi atyne që kanë qenë me neve numre, sa pi atyne që kanë qenë me neve dhe në haxh, sot asnjë namaz nuk e falin. Kanë qenë pi atyne që kanë lexuar Kur'an, kanë qenë pi atyne që kanë dalë 5 vakte në xhami, kanë qenë pi atyne që kanë kontribuar në dinin e Allahut subhanahu wa taala, sot ku janë? Ju lajthit kanë deviju. A tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është e çuditshme puna musliman bën punë të mira një ditë e mashtron shejtani. Edhe pak i ka me të përmi në xhenet, futet në xhenem. Pastaj tha, është e çuditshme puna muslimanit bën punë të këqija, po një ditë kur ta sheh, mashallah, mos i thuj atina, a ku shekon ti? Hiç mos i thuj atina ku shekon ti çka ka bëu më herët. Ti pyete veten ton, ti çka ki bëu më herët? Po unë e njoh, ai ka bëu kështu, ai ka pi, ai ka mos ja njëti këqijat, mos ja numrot këqijat se Allah e ka falë, ai ka udhëzuar, ka thënë pejgamberi alayhis salam, është e çuditshme puna muslimanit, bon keq në rrugën e shejtanit, punë të këqija, por jetë për një bryl mu fut në xhenem, udhëzohet, pendohet, Allah krejt ja fal mëkatet edhe gjunat edhe fut në xhenet. Allahu na boft për ty në ya rabbel alamin. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Edhe një herë kërkoj falje për zgjatjen e khutbes, më bëni halal, lutim Allah subhanahu wa taala tërë kjo atmosferë, edhe kjo frimarje juaja që keni prezantuar sot në ditën e xumës, lutim Allah subhanahu wa taala që Allahu xhalla xhelaluhu ti shndroj këtë vepër, ti shndroj për punëve të mira, atë ditë kur do të mbaten veprat tona në kandar, në peshore, lutim Allah subhanahu wa taala që para madhnisë Zotit këto vepra, këto punë, këto ibadete të na vinë rënd para madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Allahu të na mbrojë nga zjarri i xhenemit. Lutim Allah subhanahu wa taala xhenetin e tij ya rabbel alamin. O Allah, shëroi të smorit tan, o Allah udhëzoi të rit dhe të reja tona,
مشروي تفديكري تان يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.